Smart City është një projekt që fillimisht është 125 milion euro. Synon që të vendosen kamera inteligjente, pra me inteligjencë artificiale, në sistemin tonë shkollor. Nëse di unë, po janë duke i blindu shkollat ata. Po. Jo synohet. Sistemin tonë shkollor, ku serverat e tyre i kontrollojnë disa pedofil në linjën e mesme. Serverat e tyre kontrollohen nga pedofil në linjën e mesme, nga ato të Epsteinit. Fiksoni këtë fjalë që po them, nga ato të Epsteinit, ato kanë kategori biznesesh, ato kategori kompanish të lidhura në fallat e Epsteinit, kanë në dorë serverat inteligjencë artificiale të kamerave që kontrollojnë fëmijët tuaj, të cilat janë në gjendje si inteligjencë artificiale që një fëmijë që ndodhet në 10 kamera, 100 kamera, 1000 kamera, ai fëmia në atë çast që ndodhet në 1000 kamera në rrugën e tij, edhe të zhduket. Edhe mos e gjesh kurrë. Por këto kamera kanë një avantazh. Në dëm fëmijës tuaj, kuptohet, në favor të pedofilëve. Arrin të lexojnë me inteligjencë artificiale fëmijët vulnerabël, në risk dhe mbi të gjitha, që po të zhduken nuk do të gjenden më. Është çështë algoritmi. Serverat ndodhen në linjën e mesme. E kuptoni që Smart City është rrena më e madhe në botë për t'ju gënjur juve, sikur po kujdesen për fëmijët tuaj dhe i marrin të dhënat e fëmijëve tuaj dhe ja vënë në dorë pedofilëve që për një tender $1 milion për një fëmijë ankant, si ke filmi Hostel. Kush se ka pat ta shohë do më kuptoj. Filmi Hostel 22, po e pat, më keni kuptu. E ka bërë një çufë. Krau djathi Tarantinos. Elia, si e ka, Elia Roth. Është super film, e du shumë si film, sepse më thot shumë ai film, më mëson shumë. Dhe do bëhet ankant për fëmijën tënd në botën e pedofilëve, shkon dhe 2 milion dhe 3 milion euro fëmija juaj në të ankant. Kanë çeku në sepse inteligjenca artificiale ka identifikuar që ky është vulnerabël. Shpikët tuaj. E dyta, i përshtatet biologjikisht preferencës pedofilëve. Dhe ata do ta gjejnë me anë të ushtarëve të tyre, që do vinë si turist, çufo për kace, do ta rrëmbejnë. Dhe kamerat inteligjente do ta zhduken. Nuk do gjendet kurrë. Sepse janë inteligjente. Edhe kush janë me inteligjencë artificiale, zhdukin çdo gjë dhe manipulojnë dhe lexojnë dhe gjuhën e trupit, por lexojnë dhe fjalët nëpërmjet buzëve. Që të kuptojnë një gjë këta. Se i përdorin aplikacionet vetëm me bë video të bukura për shefin e vet, me dal. Ashtu si ta ndro kokën e vet trup tjetër, po ti thush asaj të ma hiq kët lulen, siç e keni bërë shpesh nga telefoni, ma hiq këtë ish edhe çekonti, ta heq edhe të vën kështu, veshesh. Edhe kjo kamera atje, kur ta heqi kalamanin nga rruga, do thosh, je kamera. Ai thot, shikoj thot edhe 100 tjera. E ka heqë këtë gjitha. Ore të ai të vendos ty një indian që e rrëmbeu fëmin tatë, që indiani as ka lidhje fare. Përveç kësaj dhe. Edhe indianin e vrasin dhe u vra dhe vrasi edhe i vrari, u zhdukën. Hajde gjesh se kush ta ka marrë fëmijën. E gjete fajtore. Dhe ku po përdoret për rituale satanike, dhe unë po t'ju jap një fakt provë që mund ta verifikoj kushdo. Kush është i vetmi vend botë që mbron pedofilët me ligj? Izraeli. Si mbron? Nëse akuzohet një çufo për pedofili në Amerikë, që është vendi më i fuqishëm në botë, ai po të arretisin Izrael. Ka ky punë. Nuk e kap më dot, nuk e kthen më dot në Amerikë. Sa e Izraeli. E di sa është numri i pedofilëve amerikan, çufo, që fshin Izrael i pafundëm. Madje e kapën njërin në aeroport. E futën brenda me urdhër të një prokurori të çufave, e liruan në arrest shtëpi dhe u arretisin Izrael. Dhe se kthen më dot në Amerikë. Çufot janë të vetmit pedofilë në planet që mund të marrin azil politik në vendet e tyre dhe s'u dorëzohen. Pra dhe po e gjetët kush e ka marrë fëmijën. Ta harroni se do ta ktheni më. Tash Smart City kush e ka? Ç'pun kanë çufët thotë njëri me Smart City, ka një kompani arabe. Sepse ju vazhdoni të urrej mendja se kur ekzistojnë firmat arabe. Ju urrej mendja që pas ka firma arabe që kanë marrë Smart City. Këta janë ca fake kompani që dihet se ku e kanë pazarin dhe si kanë funksionuar. Dhe po ju themi, Smart City është vetëm një detaj ky që u tregua. Smart City e kthen gjithë jetën tuaj në një kontroll absolut, që ju lexojë dhe buzët se çfarë flisni. Dhe është një gjendje të bëj profilizimin tuaj dhe për t'u hequr qafë. Dhe mënyrën si për t'u hequr qafë
Dhe me një lëvizje semafori nga kuq një jeshile dhe nga jeshile në kuq, me i defekt që ajta gjeshti, ku ti e shef jeshile, i jep makinës dhe ha nga i kamion. Ata ta bëjnë inteligencë artificiale. Që i thot kamionit ec, i thot dhe këti ec, por kamioni është kamion, ti e vetur dhe ti shkon për shele. Ti je me bicikletë për shumë, shkon për shele, sepse i thot kamionit që si me të kuqe me jeshile. Këtë bën inteligencë artificiale. Inteligencë artificiale bën që të hakerohet dhe makina jote, dhe të përfundosh në mënerë. Inteligencë artificiale bën të gjitha. Dhe këtë smart city-n e këta e kanë shpikur si kontrolli final. Dhe keni parasysh diçka që tek ajo që u thash parë, byroja e kreditit social, byroja e kreditit, që po bëra me këto kompanit për të kontrolluar dhënat tuaja financiare, ka një detaj që është lidhur me smart city, quhet krediti social. E kanë bën kin. Qytetari i mirë, qytetari i keq. Qytetari i mirë ka avantazhe, qytetari i keq ka dezavantazhe, ka ndëshkime. Smart city dhe krediti social janë një gjë, nuk janë dy. Është një gjë vetëm, është e përbashkët. Është eksperimentuar në kin. Dhe është mënyra se ju dhe heqin qafi, dhe ju marrin pronë e pasuri. Dhe ju thoni na folet këto çmenduri, na gënjyet këta mashtrime se janë të vërteta, sepse keni frikë shifit të vërtetës. Si puna e strucit, fut kokën në rër dhe nuk po bie e keqja, dhe nuk po vjen e keqja. Jo. E keqja po vjen. Ti s'do ta shohësh dhe na shan neve në rrjetet sociale. Smart City do thotë fëmijët tuaj kontrollohen nga pedofilët. Smart City do thotë që të gjithë dhënat e fëmijëve tuaj do bëhen ankant për të rrëmbyer nga pedofilët. Rrjeti ndodhet në linjën e mesme, nuk ndodhet në Tiranë, duhet ishte në Shqipëri në rastin më pak të keq. Më pak të keq duhet ishte në Shqipëri, çdo server, çdo gjë, dhe asgjë në akses të askujt tjetër. I kanë pedofilët. Ata të Epsteinit. I keni me dokumenta që janë të lidhura këto lloj rrjetesh, këto lloj kompanish, në këtë lloj sistemi, në këtë ekosistem ndërkombëtar me pedofil. Rritesh në shkollat e fëmijëve tuaj, gjëra do shpëtojnë fëmijët, vdiq Rama me shpëton fëmijët juve. Ai këmi është zhduk fëmijët juve. Keni ngel durr të Ramës dhe keni besim tek ai. Ju socialistët, jeni idiotë se kuptoni, ai urren më shumë fëmijët tatë se fëmijët demokratit ora. Po ti se kupton se i cop gomari. Smart City jo vetëm shkollëre. Gjithkund blidon qytetet ai. Po gjithkund më. Po mora ke shkollat. Është baza jo se aty fillon. Aty po. Ai me shkollat e fillon për të fituar legjitimitet. Po i shpëtojnë fëmijët nga vrasja. Ai gjithmonë ka përdorur gjakun e njerëzve, dhe ata e kanë përdorur gjakun për të justifikuar veprimet e tyre kriminale.